Alhamdulillahi alladhi akramna bil iman wa azzana bil islam wa ja'alana min ummati Muhammedin alayhi salatu wasalam. Falënderimet tek Allah që na ndori me iman, na gjeti me islam dhe na bëri për ummetin e Muhamedit alayhi salam. Është rregull kuranore për rregullave të emërtimit sureve që nëse një ngjarje nuk përmend në asnjë sure tjetër, po vetëm një caktuar, ajo sure e merr emrin e ngjarjes. Për shembull, Yusufi alayhis salam është përmend gjithsesi vetëm në një sure, edhe është emërtuar surja me emrin e tij, surja Yusuf. Po ashtu surja Ali Imran, domethënë familja e Imranit detajisht përmendet në surën e 3 të Kuranit, për çfarë është quajtur. Ngjarja e lopës Al-Baqara përmendet surën e 2, për këtë është quajtur surja Al-Baqara. E një prej tyre është edhe Ashabul Kahfi, banorët e shpellës. Këta përmenden vetëm në një sure, edhe ajo sure e merr emërtimin e saj, Suratul Kahf. Allah Xhelala tregon për disa ngjarje që njerëzit nuk kanë çasjen tu. Kanë një diçka për to, kanë me për libra më hershëm. Po të hava mënohen njerëz me historinë e tyre ose me gojdhanat e tyre me mrritje, po si mrin grepi tyre për shkak se është i shkurt. E grepi Allah Xhelala është ndryshe, se ka kallëzën se ai ka qenë dëshmitar i kohës, ai ka pa ngjarjen, me lejen e tij ka ndodhur saktimet. Walan tajid li sunnatillahi tabdila. S'kemë gjetë në ligjin e Allahut ndryshim. Walan tajid li sunnatillahi tahwila, as shtrembrim. S'kemë gjetë në ligjin e Allahut shtrembrim. Jo sikurse librat e mëhershëm që i kanë ndruar li thamanan qalil. Thotë kanë shit thotë për pak i kanë ndruar ajetet e Allahut xhelala. Bile thotë hipotetikisht njëri ti kishin shit për shumë, po i kanë shit për pak parë. I kanë ndruar ajetet, i kanë ndruar normat e Allahut xhelala për më bani çef dikujt ose në një dispozitë caktuar. Kjo ngjarje është për më të bukurave, po edhe për më të famshme. Qysh nis kjo ngjarje, kush janë këta, e cila është historia e tyre? Historia e tyre nis shumë herët. Po këtë llaf e ngjallin mushrikët në kohën e pejgamberit sa. Qysh këta po provojnë metoda qysh me përgjigjëstru pejgamberin sa misionin e tij, edhe shkojnë te jehudët një thrib, se domethënë këta kanë pas libër më hershëm Teuratin, edhe i pyesin thotë, a keni bre burrë ndaj far ilaç për këtë temë, ndaj far pyetje në sens që të nxojnë angosht. Edhe thonë ata, kena më bë 3 pyetje. Nuk i din këtu vetë se pejgamberi. Nëse nuk i din, dinë çfarë është shprancë dhe bëni çfarë doni me ta. Edhe thonë, cilat janë këto pyetje? Ato pyetje janë thotë, pyetne për djelmushët e shpellës. Se ngjarja e tyre është e çuditshme. Thotë mos anaj pyetne për kush është burri i cili ka shëtit tokën. Edhe pyetne thotë për shpirtin. I marrin të pyetje edhe shkojnë te pejgamberi sa, edhe e pyesin. Edhe thotë pejgamberi sa, "Gadan ukhbirukum." Nesër do t'ju përgjigjem. Nuk thotë inshallah. Mësimi që sa vjen në fund të Ashabul Kahfit. Edhe nuk thot inshallah, kalon dita e parë, s'ka mesazh, dita e dytë kështu me radhë, derisa pejgamberi sa më nis me ngushtu gjokë, se thot tash njerëz mos po mendojnë që jam gënjeshtar, mos po mendojnë që po rrej. Edhe derisa I vjen nota 15, nuk I zbet kurrë për shpalljes. Masane I vjen Xhibril alayhis salam edhe I thot fal'allaka bakhiyun nafsak. Ka dalë se ai ka dëmë myt vetën tonë për mërzis për popullin tënd. Ala atharihim illam yu'minu bi hadha al-hadith asafa. Se nëse ata nuk e besojnë këtë fjalë. Edhe masanena I jepet përgjigja, ja u tregon kush janë Ashabul Kahfi, ja u tregon kush është ai I cili ka shëtit tokën, Dhul Qarnaini, që na vjen ngjarja e tij më vonë inshallah, edhe I tregon për shpirtin me një ajet, o yaselunaka anir ruh, të pyesin ty për shpirtin, qul ir-ruhu min amri rabbi. Po shpirti është për çështjet e Zotit tim, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Atë nuk është jep juve për dijes vetë pak. Sot do që shkon teknologjia, sot do që shkon avancimi, kur s'kan mujt me gjetë çka shpirti. Këtë dije që ka zbrit Allah në tokë, domethënë që këtë ymri shkon veç një shkencë me mësu mirë që ç'dohet, e mesin me qindra tjera, e mira tjera të thata pa ditë tu, këtë Allah për që po thot pak kanë zbrit. Pak kanë zbrit për dijes, domethënë sa ka. Transmeton Imam Buhariu, domethënë ngjarjen e Musës dhe Hidrit alayhis salam, ngjarje të çuditshme, domethënë që ndodhen që ka marrë dhe kjo një pi tregime, duke kalu atë detin me anije, vjen një zoga, otan të anije tyre edhe me shepin e tina, pin pak ujë për detit. Edhe I thot Hidri alayhis salam, I thot Musës alayhis salam, thot dija jonë, dy pejgamber, për Hidrin ka, domethënë ka fjalë ato, dy njerëz më të dijshëm.
njerëzit më dishëm, edhe thot nuk na është jep neve prej dijes të Allah xhelale që ka, sa ka marrë ujë që ky zogu. Sa merr pi detit një shep, thuaj se pak to ai ka pru veç për algoritëm, domethënë për me pru për me kallzu njerëzit sa me marr bazë, me ditë me çka me marr trunin e tyre. Edhe thot Allah xhelale që kjo është shumë pak. Masa një gjallë vazhdon e thot Allah xhelale për këta djelmosh thot em hasibta an ashabil kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. I thot Muhamedi sa po dhe neve që lexojnë çdo javë këtë sure. Nuk është kjo sure veç me marrë se vapin, po me marrë mësimin. Thot a mendoj ti që banorët e shpellës edhe të raqimit janë prej ngjarjeve tona më të çuditshme? Nuk janë më të çuditshme. Krijimi i qiejve tokës është shumë më i madh Allah xhelala. Po tjetër më të kallëzuti që çdo ditë ti kanë ngjarje të mëdha në jetën tonë, çdo frymare që e marr, kjo vjen sistem ato për me funksionu. Ki ngjarje të çuditshme në vetën tonë. Pse s'pi kthyer këtu? Po pret veç mrekulli. Se zakonisht kur ti pret veç mrekullit me marr mësim, ti veç e merr thot subhanallahu sa ngjarje interesante dhe vazhdon tutje. Po tani se çështoj edhe selefin na kur i kthyrëm kanë burrat më kanë bërë Ramazanin kështu, kanë bërë gjallë të hotme të Kuranit të Ramazan, edhe veç i kthyer si gozhuj, domthonë si mbulesë edhe nuk mundesh me ta, veç i te kalon. Kjo zbat do më marr mësimin, do më krahasu me ta. Ashabul Kahfi, tajtona pastaj, raqimi, kush është raqimi? Më shumë se 6 menime, po 2 më thanshme janë thuhet ajo pllaka, domthonë një pllakë të arit që kanë qit emrat e tyre të Ashabul Kahfit. Po menimi tjetër që e ka Imam Buhariu, thotë është ai kujtohet edhe ngjarja e djelmoshave që në met në shpellë. Domthonë që u ka blloku hyrja. Çata e ka pru 2 krahasime se 2 janë me shpellë. Ata i ka blloku domthonë guri e këta e kanë ngjarën e tyre të veçantë. Ajetet, domthonë nuk kena më shku qysh është renditja, po kena më shku sipas ngjarjes. Se Allah xhelala e ka bë edhe për shpejtim ka herë ajetet edhe vonim. Domthonë herë kallzon ato të fundit që kanë ndodhur në fillim, herë ato të parë në kafuni për me kallzu stilistikën e madhe që ka. Që këta një njerëz më me menu fjalën e fundit të parë, apo thonë se gjithmonë pështillesh me të kallzu që ky pejgamber nuk është ka fol për mendes ti, po një Zot i gjithdijshëm ashtu do i zbrit këtë Kur'an. Edhe ngjarja nis kështu, domthonë disa djelmosha, domthonë për fëmijëve litar, nuk dihet cilin vend sakt ka ndodhur, me pas kamerën si që thotë Ibn Kathir na kish kallzu Allah xhelala, pas na ka tregu se s'ka pas dobi ato. Thuhet që ka qenë para Isës alayhis salam, domthonë që i bën që kanë qenë pi hebrejve. Pse? Edhe që ngjarja, domthonë se hebrejt kanë pas kujdes me ditë që ngjarjen e Ashabul Kahfit, se çush e bënë pyetjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atje. Vetëm për Ashabul Kahfin kush janë. Edhe këta janë do djem elitar, domthonë pi njerëzve më të pasur, pi fëmijëve më të mirë, djelmosha, domthonë pi moshës 14 deri në 20, çështë pesillo me tonën. Edhe dalin në një shesh i madh, ato full njerëz. Thuhet që kanë qenë perandorisë romake. Edhe një prej festave tyre me dalin me festu, po me idhuj fatkeqësisht. Në vetën e tyre se cilin për preokupon këta pa njohjen e tjetrën. Çfarë më çabo njerëz subhanallahu. Ajo fitra e pastër, ato të folën vetëm me vetë, ajo fitra krijimi që e bën Allah njërin e paq. Pyetjet logjike që shkojnë, çfarë më ton kjo adhurim e adhuruni guri, çto dje e kanë marru. Që të farë zotin që peprujnë çto një farë skulpture këto dje që punon ata njeshtrit. Çto mentalitet, edhe s'kan mujt me bajtë, domethënë këtë para irritimi në shku në hije dikon, në një pemë. U shkoi pari u pshtet, po vjen një i dyti, i treti, i katërti, i pestë rreth pemës. Edhe tash, vetëm ka herë kur të janë ngjarje çto të mos edhe që është rrezik që me dalë emri, po thojna mu bë mos uante ta, ota më i kërkuami, me rron sy për keq, këta s'kan fol. Edhe njëri i thot, masi që meditojnë, e këshyr tjerë thot, çajini dal thot, ç'a është puna juve? Edhe tash s'folja, ndonëse se tuta mos o kënaj far shpiune, anaj se në përja shumë sherrën, derisa njëri trimnohet për tyne edhe thot një fjalë, thot, vallahi thot, që po bojnë populli jon, ha ulai qaumun attakhadhu min duni lahi aliha. Thot këta popull jon kanë marrë zot tjetër pas Allah xhallahu ala. Kanë bënë zot fallës. Laula ya'tuna alayhim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara ala Allah kadhiba. Ata nëse nuk sillin me argumente për këta, domosë s'ka argument për zot fallës, kanë bërë shumë gjëna. E kush më keq bërë sa i cili bën Allah xhallahu ala gënjeshtër, që i shton Allahut shok. Kush cilla arrana më e madhe se sa më i bë Allahut shok. Edhe
trimluan këta me njëri tjetrin, më kallzojnë historinë, tani edhe thotë valla dhon për shtaj më dal, edhe unë për shtaj më dal, edhe unë më dal për shtaj, edhe bëhen një fjalë thotë, a dini çfarë vojna thotë jema. A shkojnë në një vend, e bojnë në një vend rrinë veç na. Mos përzihu me ta shumë kështu me radhë. Edhe e bojnë një vend për adhurim, çysh kanë adhuruar Allahun, Allah din. Çashtu që pejgamberi sa më ka adhuruar Allahun para se mi zbrit shpallja. Shkoj kënë në shpellën Hira. Ajo është gharë Hira. Po shqip na shpellë kena këto shpellë ato. Gharë është ajo cila është e vogël, që është 2 metra e vogël. E Kef është ajo që është e madhe. Domthon Kefi është i gjanë. Edhe pejgamberi sa më shkon te shpella ato, meditonte, e lutke Allahun me shpirt e lutke. Çdo ka ditë çdo e ka bë. Edhe çështo edhe këta, çështu çu kanë ditë kanë bë. E kanë kthy shpirtin te Allah xhelala. Kanë lut Allahun. Edhe i mrin, domethënë për hap lajmi që do të janë ka distancuar pikë sa që po bojnë, edhe i thirr ai mbreti. E ka pasur me Back News. I thirr këta djem. Mosi që i thirr, i tha çfarë puna juve? Edhe Allah xhelala shqipe shumë bukur thotë, "Wa rabatna ala qulubihim." Thotë edhe ja forcum zemrat e tyre. Para nuk po përballesh me një perandor, me një mbret të madh. Edhe tash po thirraj çajin të bëjë kështu. Po Allah xhelala kur të forcon dikan, s'ka kush që e thën. Ka ndodhur kënë ngjarje në disa herë në historinë islame, me raste të shumta. Ka pas raste që kon zullumçar i madh, halife kështu ka prej dietar, edhe ka pa dietarin kur ka ka thonë diçka. Tash kjo tut pi do Ostina ka thonë mos e kalu të Allah diçka do në gjan e keq, edhe u sill mirë me to, ka thonë çfarë puna jote kështu, thotë ja ka bota ministrat, sa herë ke pru dikën, na i kena hek mantillat se pi gjakut që derdhë këtu. E qysh me to thotë vëlla, thotë u tuta për doas së ti, u tuta për doas së ti. Edhe vazhdon Allah xhelala ka thënë thotë idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata. Ata kur u çun i thakti në mbretit, Zoti jonë është Zoti i qiellit dhe tokës. Ne nuk lutëm kërkujnë asnjë Zoti tjetër përveç tina. Se nëse këshëm bo ashtu, këshëm bo rend madhe, këshëm bo gënjeshtër madhe. Edhe nervozot mbreti, edhe i thëtë i kini 3 ditë afat, mu pendu edhe me reflektu edhe me kalzu ndryshe tash. Subhanallahu dobia këto është që këta që kanë qenë djemë prej elitav, nuk ja ka zbatu me njëherë ligjin me ta, se të ishin kanë këse miskina, me njëherë i kish dënu. Po hikmeti Allahut për me planifiku si më i mirë, e ka po planin shumë mirë për këta djemët. Edhe këta shkojnë e thujnë një tjetër, thotë, hajde thotë largohëm. Hajde largohëm në ikon, ashtë na bënë Allah në e zgjidhje. Edhe i thotë, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Thotë, kur t'i leni këta, edhe atë që adhurojnë këta, shkonin në një strenë, në një shpellë. E Allah xhelala ka më dërgu për mëshirës tina, ka më bë diçka në zgjidhje dhe keni më dal piksoj me dobi dhe në mënyrë të pastër. Subhanallahu, këta djemë se nuk kanë me bë debat me to. Po më njëherë po duhet mu distancu. Këtu të jep mësim shumë të madh, që veç pejgamberët Allah xhelala çat moment që ju vjen shpallja, ju jep edhe dijen, edhe mund me fol për fenë e tij. Tjerët, çaj që uzot, më mirë është për to me hesht e mos me fol. Këta veç to ditë të thonë, ç'tia që be bëni, është e padrejtë për Allahun. Mi bëj shok, më shumë nuk din ana. E fatkeqësisht sot shumë muslimanëve që në Islam debati më të madh bën çat moment kur në Islam, edhe thotë unë mbroj Islamin e kështu me radhë, fol atje, prish këtu. Ky është fidan, vetë sa u dal. Domthon ky është halet u formu, halet është i ri, domthon më herë thehet. Edhe kur poshtë thotë, jo po nëse jam hoxha, kupton. Po në fillim të dosh me kallzu që si e hoq, edhe mos më ikë sa i punë, mu shty këto se, pse ç'është dolën fond. Çata Abu Bekr radhiyallahu anhu, njëri domthon që pejgamberi sa ka thënë, "Këtë veu kena kthy hakun, pas çti pejgamberi sa kena kthy, pas çti Abu Bekrit nuk ja kena kthy hakun, çi ka jap." Mos që bo halife orni fanxhari, domthon në plak ato, edhe s'kan ditë çish më dhon xhavap. Edhe i ka thonë dikush Abu Bekrit, po japini përgjigjes të pimenës tonë. I ka thonë me fol diçka për Allahun pa dijen. Çata ibn Taymija rahimahullah thotë, "Ma mirë është me hesh njëri kur s'din diçka, hesht të shpëton." Hesht se pështan, edhe ja sheharin vetet. I ki shpinën më të lehtë Allah xhelal. Nuk e ki peshën për mi, domthon s'ki përgjithësi. Edhe masanej domthon këta distancohen edhe shkojnë tek një shpellë. Idh awal fityatu ila al-kahf qalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada.
Edhe djelmushat u strehun në një shpellë edhe than: "O Allah jon, Zoti jon, kujdesari jon, Rabbana, jepna për mëshirës tane dhe përgatitina për një sjellje drejt." Por në drejtësinë, tek shijim çfarë do. Kur hinë këta në shpellë, i kap një gjumë. Subhanallah. Këti kanë prit vetë gjumin ja. Qëre, kanë prit që hajde për burra rrina pak qëto tek shijim çfarë ndodh. Veç një 5 minuta, 10 minuta, 2 orë, 3 orë, veç të na shtat qetësohet muhabeti pak. Kur të shfrika e madhe, zemrat dojnë me dal pi vendet. Çka qetëson më shumë ti ku frikash? Gjumi. Aisha radhiyallahu anha kur hub prej karavanit, çka ndodh? Mos e kap tuta, se shkretir, rregull është ligj. Si të hub shkretir, vdekje është. Edhe kjo ka ditë që pi vjen e pashmangshme. Ja ka thënë Allahu xhelala një gjumë. Muslimanët kur kanë shkuar hendek atje, larg, wa ba'udat alehim ash-shaqqa. Do të ças larg u shku që edhe me luftu kundër kujt, kundër perandorisë romake. Para se më nis lufta, ja ka thënë Allahu një gjumë. Që cukta. Kështu të banorët e shpellës, pja që në Allahu një gjumë, po jo gjumë do si dalin. Një farë gjumi që ka me një sëri gjatë. Thot darabna ala adhanim fil kafi sinin adada. Thot na u ambyllën vesht atyre për disa vite. Pse ka përmenë Allah xhelala bash vesht? Se vesht nëse një njëri zhuru më njerë qohet. A keni pa vëllezër dashur, dhe ma njëri kur shkon shpe e mshil derën, e mshil detare, e mshil perdën, e mshil taj, nal dritat keq që me pas sa më qetësi. Mos më aprish kërkosh, bile ka raste do ato në vesh shtin që mos më aprish gjumin. Pse se sit një diçka qohet. Edhe Allah xhelala po ja mbyll ty në vesht. Që mos më u prëngu kur gjë, asnjë zhurmë mos më aprish gjumin. Wa tara ash-shamsa idha talat tazawaru an kafihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhat ash-shimal. Subhanallah. Thot e shef diellin kur lind. Thot kur lind ju bikën në një çështje tjetër. Ju mira për mi. Edhe kur përëndoj keni një çështje tjetër. Dhalika min ayatillah. Kjo është pishenja të Allahut. Qëta është vjen sqarimi pse është pishenja e Allahut. Far inxhinierie perfekte, precize, me pas kujdes për ta. وهم في فجوة ذلك من آية الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Kan Allah ozan. Sa kush që humbe dhe kush domthon nuk merr pëlzimin e Allahut, s'ki me pas kanë mja gjithë thina për më uzu. Ç'kjo është thot Allah xhelala ç'a bën ana poshta djemt. Ç'ka bën? Diellin ja nënshtron, ajrin ja nënshtron. Dielli për lutfit Allah xhelala sa herë për shkak se dielli e ajri janë esenciale për jetë. Sa herë ka lind ju ka rrot qosh po për tokë atje. Edhe kur ka përëndun qoshin tjetër. Ajri, do të me hi ajri pastër për me ndru ajrin, për me kanë gjithmonë jetë aktive ato. Edhe dielli është shumë i rëndësishëm, do më për jetë vitaminat e nevojshme, që ka do njerëz për mi vra bakteriet që janë ato kështë më radhë. Edhe bën Allah xhelala, ju më rrot dielli për mi, në tavan, se u kish për gjumin, po veç fillim ato të tjera. Subhanallah, far perfeksioni, do më të në kuhën, me kanë shtu. Edhe thot, subhanallah, mrekullia tjetër. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu kur rekomandon komentuesi i Kuranit, djali i Mijës pejgamberit sa, thot e ka bëu Allah çështo se për shkak se në një ku këta kanë shpejt 300 vjet, jo 30 300 vjet. Tash nëse vazhdimisht gjatë lindjes së perëndimit i kishte rrugë dielli, i kish koll. Belash për hulumtime shkencore, këta njerëz që udhtojnë gjatë me vetura, domthon shofer të kamionave, shëmërall kanë distanca të larta. Çat pjesën që ja rrug dielli e kanë më të vjetër se pjesën që s'ja rrug dielli. Pe urtësisë Allahut, pe mirësisë tina, ja ka bëu që këta mos me rrug dielli, se i kish koll për 300 vjet sa bashëm, i kish koll. Wa tahsabuhum iqadha wa hum ruqud. Thot mi poti ata, kish minuçën çut, ama ata në fakt kanë gjumë. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. Thot e na, thot i rrotulloj shumë ata. Herë të majtë, herë në djathtë. E qeni tyre ishte i shtrem, thot, para derës shpellës. لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Thot po ti kishe pa ata, thot, ishe të merru prej frikës, qysh ata janë dok. Edhe ishe mush frikë. Pse ishe mush frikë? Allah xhelala mas pari ja bani sigurinë e ajrit të kështu me radhë, tash siguria e dytë u ka qenë me nejt para shpellës, se vjen ai gjallësa në sen
edhe bedin minal, mos me himena. Edhe treta që nëse dikush himi plashkit ta, i ka bëllë Allah Gjelala me flejt me sy qelë. Jo dhe qelë, po me sy qelë do që shtot moj. Parameno, 7 veta dhe qeni, kretë sy qelë edhe tonë mshet. Kush do që hinë një farë veni të flejt edhe ishe to me sy qelë, vallajt, pa e gitutët, edhe maj bukur i botës me kanë, kur të ishe sy qelë të flejt, mushit frikë. Edhe ma shpejt ikun kam se sa që t'ik menja. Ka rase që menja ik para kamve, po rase të këto ik talë piktyshet. Edhe ik bën Allah në vend sigurt. Që këta djemët kanë bo për Allah në t'i po Allah s'ju ka me të borqë. U kujdes për ta. 300 vjetë, thëtë Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, thotë i ka rrotullu Allah në çdo vjetë. Se nëse i kish lanë që ashtu për 300 vjetë i kish hangur toka. Njerin e hanë toka nëse nuk ka nëjë shtroj, ose nëse nuk rrotullohet ose nëjë sen. E hanë toka. O kelbuhum basitun dhira'ihi bil wasid, subhanallah. E ka përmen Allah edhe qenin e ty në thët, i kish 3 putrat në hymjet shpillës. Jo mrena, se mrena më paskon qenin nuk ishin i me laqet, po në hyrë atje. Po ashtu një për sene që përmen këto është edhe për mekruheve të namazit, dhe më hanë që zbën mi shtre durë që shtren qeni putrat. Po dhe tjetër është që në Allah Gjelala se ka arru asë një mësirë. Për neve së është interesant. Një qenë nuk ka në të me ta, po këj ka shëshru njerës të mirë. E ka jetësu Allah përmendje një këti qenit deri ditën e gjykimit. Qërë që ashtë hajri kur të shëshron njëri një mirë. Që ta njëri me kënë të rënë që ashtë të bëhësh. Që ashtë të bëhët, merë për tina, merë prej moralit ti, që ta, pejgamberi sa ka porosit, ka pas për njerëzve që shkojnë për derë se kështë më radhë që nuk kanë marrë, nuk kanë shkuat me një dijes, po i kanë dëshokë kështë më radhë. Edhe me laqët kur dëshmojtë Allah Gjelala, i thojnë filani nuk i shku për ders, por shku për ata shokët. Thët, innehum qaumun la yashqa bihim jelisum. Thët, ata janë popull që nuk ja shesherin qaqirë me ta. Qështu dhe kjo qeni? Ja ka po hajrin, se umet dhe ndi gjykimit. Gjithë therë, kër i ka përmen, so vetën kam 3 plus 4 qeni tyne, so vetën kam 5 plus 6 qeni tyne, gjithë u përmen qeni, kur se kanë haru qenin? Që ata, dhe me pas kujdes njëri me kanë rrinë, me kanë shëshruat. Masën e Allah Gjelala vazhdon, edhe i tregon thot wala bithu fi kahfin 300 sinina wa zdadu 9, kanë qëndruar në shpellën e tyre 300 vjet. Shtoja kësaj edhe 9 vjet tjera. Qysh 300 plus 9? 300 nëse ngjej me vite diellore. Ndërsa 309 nëse ngjej me vite hënore. Se me diellor, domthonë çdo 100 vjet, 3 vjet më shumë i ka hënori. 3 vjet i ka më shumë hënori, e çata 300 vjet kanë orë 309. Çdo 3 shekuj. Masoj Allah Gjelala i zgjon. Edhe e thot qala qailun minhum kam labithtum. Thot njëri për ty në thot sa bëhe kena flajt, thot sa ne jetëm çto. Edhe ata qohen me këshyra, thot gjys ditë ose një ditë. Bile thot njëri jo gjys ditë, sigurt se kur hinëm ke diellet në fillim, çore tash të vjen gati ka perëndimi. Thot njëri lënë burra këtë mohabet se Rabbukum a'lamu bima labithtum. Allah e din sa keni qëndruar këtu. Shko merrni do bukse shumë janë antu. Shumë janë antu. 309 vjet flajt Allah çish shton, çish eton janë këta. Edhe thot njëri thot merrni çit wariqikum, merrni çit farmunive të argjendit, edhe shkoni në qytet atje. Merrni azka ta'ama, merrni ushqimin më të mirin. Më të mirin është për qëllim që ato të cilë është halal. Ato e cilë është maj pastër, ma halal i merrni ato. Waljet lattaf, wala yash'aranna bikum ahada, edhe hini but qytet që shpreha waljet lattaf që nders vetja vlen më fol, se është edhe mes Kuranit e kështu me radhë, ka dobi të veta. Edhe mos vreni shumë kur t'jeni në qytet. Mos i hin qytet, shkon një djalë kur të shë subhanallahu thot, çka ka bot më djevën kur dola kon qyteti më ndryshe, tash qysh tash kështu. Pas ka ndruar arkitektura, thot zare sytim ka bëjnë, thot, diçka si mirë. Po thot haj shkoj të marrë do ushqim. Kur shkon treg ato, e jap monedhën, edhe merr ai tregtari e kshy këto. Monedhën e kshy këto. E thot merr ti shoku jam aty tregtari tjetër këshyre, edhe ai kshy monedhën kshy këto. Edhe thot çao bër puna juve, pse çao pe kshyrin këtë monedhë? I thot ku e ke marrë sa? Thot e jam edhe, i thot garant ke gjetë në një farë thesari. Qysh më tha thesar, po në djem dol, djej ku marr të parë, djem kon tempreti Beki News. I thot qysh Beki News be? Ai që 300 vjet u dek.
edhe që të janë nisë mu që t'i djali. E marrë këtë djalin edhe shkojnë tek mbreti qasaj kohe. A i mbreti asaj kohe, thuhet të kanë burri mirë. Për këtë si fatet e muslimanët i ka pas, pës një sene kanë pas problem këta. Se kanë besu ringjalljen. Subhanallah, urtësie pse Allah bashkë i kanë gjallë qëtë kohë, se që ta popull i kanë pas qëtë farë problemi. Problemin e besimit ringjalljes. Që kanë thonë ta? Ka thonë, "Waqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilm in hum illa yadhunnun." Ata thëshin, s'ka tjetër përveç se jetë. Jetojnë a vdesëm. Kalimtare është domthon. Çështo kanë llogarit që kjo është përfundimi i jetës tyne. S'ka më masaj, të shfrytëzojnë këto. Edhe e marrin mësimin kur e shohin që këta djemë janë çuditshëm, shkojnë tek shpella tyne. I gjajnë ata të tjerë, edhe Allah xhalala thot: "Wa kadhalika atharna alayhim liya'lamu anna wa'da Allahi haqq wa anna as-sa'ata la rayba fiha." Thot në këtë mënyrë thot i kena bo këta mu zbulu, mu marrë vesh mësimi tyne, që mi kallëzu njerëzve që s'ka dyshim ditën e gjykimit, s'ka dyshim ringjallje. Edhe mësane vazhdon ngjarja, se yaquluna thalathatu rabi'un kalbum. Këta djemë mas pak kohë me njerë vdesin. Veç e Allah xhalala bën për me mesazhin edhe vdesin. Edhe thojnë ata, thojnë një njës me thonë, një konë 3 vetë, 4 të qenit tyne. O yaquluna رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب. Thojnë 5 kanë, i 6 qenë tyne. Rajman bil ghaib, thot Allah, vetë gjujnë në gajbë, të këshyna pja qëllojnë ajo, vetë gjujnë. Wa yaquluna 7 wa 8 kalbuhum. Edhe thojnë për tyre, 7 kanë e 8 qenë tyre. Subhanallah, vjen mësaj, thot Allah xhalala, "Qur rabbi a'lamu bima iddatuhum ma ya'lamuhum illa qalil." Thoni thot juve, thoni veç Allah xhalala din më saktë sa vetën kanë. Nuk e din numrin e tyre vetë se pak. Që vetë se pak me tënë që qartësi që ka bëu Allah këto ajete, pak e kanë kuptuar që kanë 7 e 8 qenë tyne. Pse? Kur ka përmend parën e dytën, 3-shin edhe 5-shin, ka thonë rajmen bil ghaib, po gjujnë, po s'ja qillojnë. E këto se ka përgjigjëstuar Allah xhalala. Nuk e ka përgjigjëstuar. Që ta mendimi ma i saktë po shumicës dietarëve është që kanë 7 e qenë kanë 8 tyne. 8 tyne. Allah xhalala vazhdon edhe thot: "Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan." E vjen mësimi Muhamedi sa më thot, edhe mos thuj që unë kam e bërë një punë nesër illa an yasha Allah. Vetë duhet me thonë to nëse don Allah. Nëse don Allah, inshallah. Pse? Ama jo inshallah vështu fjalë goja, utan po me marr seriozisht, me marr mirë. Pse se thot Allah xhalala, la taj'alullaha urdatan li aymanikum. Mos e merrni betimin Allahut veç si shprehje goje. Është emri i madh, me marr Allahun si siguri. Ama të ngjarja Isa alayhis salam që përmendet, e ka pa njërin të vidh, edhe ka thonë pse po vidh ki fik Allahun, ka thonë ai burri, pashallah s'po vidhi. Ka rëbo bejrëshëm, edhe ka thonë Isa alayhis salam, sytë e mi po mbrajnë, betimi Allahut është i vërtetë. Se emri i madh e ka marrë dikush emrin Allahut për dëshmi. E çat Allah po thotë mos e merrni për dëshmi në vend rënës, kur duhet të më rrajt. Edhe thot Allah xhalala, illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasita wa qul asa an yahdini rabbi li aqrab min hadha rashada. Vetë do të më thonë ato inshallah, e nëse harron thuj, masane inshallah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu e përmend thot, edhe nëse thot mas një vjet të kujtohet që i ka thonë dikon për një punë e kry, e s'ka thonë inshallah, lejohet më thonë inshallah. Edhe mas një kohë gjatë. Kjo është në pika shkurta ngjarja tyne, rrëfimi tyre. Edhe në fund të ngjarja Allah xhalala përmbyll shumë interesant. Wala bithu fi kahfim 300 sinina wazdadu 9. Qul illahu a'lamu bima labithu. Ata kanë qëndruar në shpellën e tyre 300 vjet, e shtoja aty në dhënën tjera. Thuj Allah xhalala e din sa ka qëndruar. Deri të kjo shprehja wala bithu fi kahfim wala bithu, për fillimin e surës dhe ishte janë fiks 300 fjalë. Edhe tash kjo pjesa shtoja këty në edhe 9 tjera, Allah e din sa ka qëndru, lebithu e dyta, jenë edhe 9 tjera. Përshin stilistike në Koranit, sa i lartë është. Sa i lartë është.
edhe kjo është për marrë mësim, se çdo javë vjen këto. Çdo javë këto, edhe më përjetu. Po du me përmbyll me një ngjarje që më ka ndodhur. Thuhet që ky vend është një Jordan. Në Jordani jem kanë që ato që thuhet i sharetit janë që këtë gjë shumë është i ngjashëm që është ai farvani. Kur më shku ato, s'po di një herë nuk merrsha shumë ndjenja, nuk më dëke shumë interesant. Andaj kisha qefa isha të emocionuar në diçka, po se gjosh ato shumë zemrën. Edhe e kyt madh vizitin ka dalën për atyshit. Ka dalën për atyshit do një tabelë. Shkruaj këtë tabelë innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Thot kur kam lexuar mërshit subhanallah. Thot ata ju kanë djelmosha. E kanë besuar Allahu xhelala e na jo kanë shtuar ty në besimin. Çato e kom gjetë çato surën. Çatar ka herë do sa në herë ti si vren, kalojnë kështu. Në fund është ai melmesa ty na ja ëmbli ty na. Ata mjalti ty na në fund. Çato dhe dashur. Allah na mësof që me dal faqe bardh, sikur se këta djem që ndal. E kur të vinë naj sprovë, naj far fitne mu strehu, që shën këta strehu këta djem për fitneve. Nuk e kanë shfaq veten para fitnes, e kanë ditë veten e vet, i largu. Edhe nëse na bjen ai herë naj far guri para shpellës, që ka ra aty në rrëkimit, me na hek edhe neve që ka hek aty në djemve. Allah shpëlbej për të gjimin, sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad.